Jemi përsëri bashkë, rikthehemi në Shije Shtëpie. Receta e parë ishte pene arrabbiata me mënyrën e thjeshtë dhe të shpejtë të gatimit me LD Ultra pra në multicooker. Dhe sigurisht gjatë publicitetit përfundoi sepse koha ishte shumë e shkurtër, vetëm 7 minuta e programuar. Është gjithçka gati. Gjithçka është gati, edhe avulli ka dalë. Kështu që mund ta shohim si është gjendja. Ne ka pirë gjithë ujin, ëh? Perfekt. Ka mbetur vetëm ajo masa që duhet për kremozitet, ja do ta shohim. Oh, perfekte, salca shumë. Janë al dente, siç duhet jenë edhe për tretjen më të mira, po edhe shiko se sa kremoze, sa mirë duket. Specin djegës normal që nuk do ta hedhim në pjatë për servirje, të shumë djegës. Mjaftueshëm ka thënë shije. Po. Mrekulli, dhe ja u bën pastat, nuk bëm as tigan, as kulles makaronash. Edhe shumë shpejt. Sa mirë. Gjithmonë kështu i bëjmë pastat. Në lash vetëm enën e inoxit që ka LD Ultra. Po. Në shtëpi gjithmonë kështu i bëj, edhe me ton, edhe me receta të tjera, vetëm në këtë mënyrë. Do t'i servir pak me majdanoz dhe kaçkavall, edhe është gati. Të lumshin duart. Faleminderit. Një pjatë e mirë e shijshme. E kaçkavallin e grirë lufra. Kaq. Dhe ja u bë gjitha. Kjo është pene arrabbiata që kemi zgjedhur për sot. Ta mbyllim këtë tenxherën, Katerina. Dhe më pak vetëm me kapak, nëse ka. Tani do të fillojmë me një tjetër recetë, e cila është nga ato receta të cilat mund të bëhet, nuk është mbyll kapaku dhe prandaj bën sinjalin. Ja, këto pjesët e sigurisë së produktit, kur i themi ne që është e sigurt, ja këto janë sinjalet e të gjitha. Kthehemi te receta e dytë tani. Kemi osobukon me patate me karrota me një produkt të ri. Prezantojmë një tjetër produkt sot. Një tjetër produkt nga Interesante Albania është një tenxhere me gjysmë presioni. Një tenxhere me gjysmë presioni me çmimin 35.000 lekë të vjetra, një çmim fantastik, nuk ka qenë asnjëherë tjetër më parë, sepse ka disa kohë që ka ardhur, por në fakt është hera e parë që e sjellim në studio dhe 35.000 lekë të vjetra vjen në fuqinë 1500 watt dhe 8 litër. Ka një të veçantë sepse i gjithë kapaku ansor është me silikon që bën të mundur gjysmë presionin dhe doreza gjithashtu nxjerr avull këtu tek pjesa e sipërme. Ka një valvull sigurie e cila bën që gjatë presionit të vjet në punë. Gjithashtu ka dorezat ansore që e mbyllin mirë kapakun dhe ndryshe nga tenxheret e tjera me korrent që kemi parë, ka dhe sitën inox për zjerrjen e avull. Ka këtë kanalin e vet, ku poshtë hidhet ujë dhe sipër mbushet me perime. Ka shumë hapësirë për të bërë perime të sasive të ndryshme dhe siç e shikoni, unë sot do ta përdor për një osobuko, pra nuk më duhet kjo zgara sepse nuk do të zje perimet. Thjesht do të gatuaj mishin me perimet dal nga dal me gjysmë presioni. Ky do të jetë pra një produkt që do të kemi sot në fokus dhe enkas do ta vëmë në punë këtu në transmetimin ton direkt në Shije Shtëpie që ta shihni se si përdoret. Pra e kemi vendosur në prizë pajisjen. Është vendosur në prizë, ka gradimin sikurse dhe ato tavat e korrentit nga 1 deri tek 5, por sugjerohet që në momentin që gatuani me gjysmë presion, asnjëherë mos jetë në maksimum, sepse mendohet që po bëni diçka që do ngadalë të bëhet, si osobuko që duhet të gatuhet ngadalë që të tretet e gjitha ajo palca që ka kocka, edhe mishi është pjesë e mishit që do vetëm gatim të ngadalë. Kështu që unë do ta vendos sot tek treshi, pra mesa, në një nxehtësi mesatare. Do t'i hedhim pak vaj fillimisht, vaj ulliri, për të filluar me njëherë me qepën. E kam vendosur në prizë, jo? Jo, se kemi vendosur. Nuk e kam vendosur në prizë. Heqim grirësin? Bëra grirësin që griva qepën pak më parë. Në rregull. Tani është gati. Tani është gati, është ndezur edhe drita e kuqe. Dhe Interesante Albania këtë fundvit sjell jo vetëm këtë, po dhe shumë produkte të tjera të reja të cilat janë postuar. Kjo vjen në çmimin 35.000 lekë të vjetra, është një dhuratë, është një tenxhere që mund ta bleni për vete apo për dikë tjetër. 8 litër, 1500 watt. Bukuri. Atëherë, doni ta porosisni? Telefononi në 069 944 24 25. Bëjeni telefonatën tani, porositeni këtë
tenxhere do ta themi, ëh, jo tavë, siç se tavat janë ndryshe, janë më të cekta. Po, plus që është me gjysmë presioni. Kjo ka tamam tenxhere. Është tamam funksioni i saj një tenxhere, por komoditetin e saj sigurisht një nga, po themi, është vendosja në prizë dhe vënia në punë. Nuk ju duhet as pjanura as gjë tjetër. Dhe mënyra se si gatuhet si kapacitet, si sasi është e lartë, për aq kohë sa është gati 8 litra, tham. Po, 8 litër. Pastaj gatuhet dhe me avull, që është një veçori e tij. Dhe materiali është komplet me gur. Është 100% gur, i cili patjetër që duhet ta përdorni me luk druri ose silikoni, dhe është një nga materialet shumë të mira, i cili nuk ngjit dhe jep atë sigurinë e nxehtësisë, e mban nxehtësinë kur sen energji, duke e mbajtur edhe më shumë se një material tjetër. Prandaj është, besoj do të jetë e preferuar si tenxhere. Ka filluar nxeja me njëherë, do t'i hedhim pa krip fillimisht që qepa të lëshoj atë lëngun e vetë. Derisa të zbutet pak, për 1 minutë do të shtojmë mishin. Shojmë recetën me shkrim teksa gatuhet qepa. T'i japim kohë, se është pjesë e rëndësishme për shijen. Atëherë kemi 2-3 feta osobuco viçi, 4 patate mesatare, 3 karota, kemi 1 qep të madhe, 3 luk vaj ulliri, 2 thelpinj hudhër, vazhdoj me 2 luk gjelle salcë domatesh, 1 gotë verë e bardhë, 500 deri në 600 ml ujë të nxehtë ose lëng mishi, krip piper dhe 2 gjese dafin. Me këta përbërës do ta realizojmë recetën shumë të shijshme me osobuco, të gatuar ngadalë, në gjysmë presion. Mendoj se do të jetë një formë e mirë të gatuarit këtë lloj mishi, sepse këtë lloj trajtimi kërkon. Këtë lloj trajtimi, por tenxherea përveç pjesës gjysmë presion, mund të gatuar dhe si një tenxhere thjesht, pa u futur në gjysmë presion, pra pa e vënë në punë pjesën anësore të dorezave, e cila është që e mbërthen kapakun në mënyrë hermetike që avulli të dali vetëm tek pjesa e valvulës së dorezës. Kështu që mund ta përdorni si të doni. Do t'i shtojmë mishin. Osobucot që unë kam zgjedhur sot janë të bollshme, të mëdha dhe kam vendosur vetëm 2. Por varet se si do t'jenë, mund vendosni 3, 4. Do ta lëm pak edhe mishin dhe këtu tani është momenti që t'i shtojmë kripën. Ta kthejmë edhe në anën tjetër. E kam lënë në një temperaturë mesatare, tek 200 e kam tani, që të marri pak fare atë si ngjyrë, po. Do t'i hedhim hudhrën dhe dafinën tani në fillim tek erëzat. Hudhrën e hedhim siç është. Do të tretet nga zierja. Do t'i hedhim piperin. Osobuco gatuhet shumë mirë edhe te LD Premium, tenxheria që kam. Nuk kam LD Ultra, kam LD Premium, që është kapacitet pak më i madh. Dhe zakonisht osobucon, nga që dua ta mbaroj shpejt edhe të ketë atë shkriftimin e duhur, po që ta hash kollaj, më mirë. I bie shkurt me LD Premium. Shkurt edhe sigurt, je sigur që gatimi bëhet edhe shpejt edhe mbaron punë. Do t'i hedhim 2 luk gjelle salcë domate për t'i dhënë ngjyrën e duhur. Dhe tani është momenti që t'i shtojmë të gjitha perimet. Pastaj do t'i përzihem të gjitha në fund. Kemi karotat, në copa të mëdha duhen të gjitha, sepse do të zihen në të njëjtën kohë sikurse edhe mishi. Këto mund t'i ngri një herë këtu në tas dhe më pas do t'i hedh derisa të marrim pak ngjyrë. Ke nevojë për gjë ndërkohë? Jo. Të kaloj vetëm pak unë teksa ti bëm prerjen e patateve. Po mbaro Katerina, unë do pres patatet. Do kaloj t'i tregoj të gjithë miqve tanë, teleshikuesve tanë, një produkt tjetër nga Ama. Është Ama Kafe, ginseng në këtë rast. Janë kapsula të cilat ne ju propozojmë t'i merrni për një shije të mrekullueshme të kafes, por e kombinuar me ginseng. Ginseng, për ata që nuk e njohin, është një bimë mjekësore aziatike, shumë traditë gjatë që përdoret kjo bimë nga aziatikët, është realisht një element kyç për ata, sepse në fakt ka shumë vlera sa i përket shëndetit.
ulljen e lodhjes, të stresit, rritjen e energjisë, është një qetësues i mirë dhe një nxitës i mirë. Të gjitha këto, le themi të mira që i ka gjinsengu, Ama Kafe i ka përfshirë në kapsulat e saj. Kafe e mrekullueshme, shije e mirë, e kombinuar me vetit dhe vlerat e ginseng, mendoj se do të jetë një zgjedhje që jo vetëm do ta provoni, por edhe do ta shijoni shumë. Sigurisht me aparatin ekspres e vendosim lehtësisht në punë. Një paketim si ky ka 10 kapsula, ja ku e keni. Mjafton të keni aparatin ekspres, të merrni kapsulën tuaj Ama Ginseng në këtë rast dhe të shijoni kafet mrekullueshme. Sigurisht në çdo moment kur dëshironi ju të shijoni kafen, e merrni këtë kapsulë dhe filxhanin tuaj Ama. Unë personalisht do ta rekomandoja shumë, meqense ka një lloj nxitjeje të energjisë dhe jo vetëm, edhe të libidos, që është dëshira për të qenë me njeriu e zemrës, po e them kështu, për ta zbukuruar. Ja ta vendosim kapsulën, shumë e thjeshtë. Dhe do marr një nga këto filxhanat që kam këtu. Ja ku jemi. Thjesht shtypim butonin dhe më pas do të kemi një kafe të mrekullueshme Ama. Gati në pak sekonda për gjithë ju. Po të keni aparatin ekspres në shtëpi, pa dyshim që kjo kafe do t'ju shijoj shumë në rehatin e shtëpisë. Ju bëft mirë. Tani këtë e di unë që e doni ju, kështu që po ju a lë këtu dhe pas pak mund ta merrni vetë dhe ta shijoni. Është fantastike. Tani bashkojmë te Gjeni. Do të shtojmë menjëherë patatet. Edhe këto duhen në copa të mëdha për arsye se, siç e thash dhe për karrotat, do të gatuhen ashtu sikurse dhe mishi, ngadalë. Kështu që po t'i hedhim shumë të vogla, ato do të treten fare, do bëhen si pure. Duhet t'i hedhim në copa të tilla. Është momenti që të shtojmë verën e bardhë. Do ta lëm 2 minuta. Në temperaturën 3 e kam, tek mesatarja përsëri. Dhe sa po të jetë gati, unë do t'i shtoj gjithë sasinë e ujit. Dhe do t'i shtojmë edhe një magi për t'i dhënë shijen e erëzave më të theksuar dhe më të thellë. Të bëft mirë, Arbit. Ta shijosh. Pas ke sjell lekët, prit sa jam. Okej, mirë jemi. Mirë, pas ke lënë goxha bakshish, ë? S'kam xhep, por e marrë të mira. S'ka i se i mbaj këto. Janë të mirat. Tani që të bëj gjithë zierjen tenxheria, do t'i shtojmë ujin. Ja, kështu. Do t'i shtojmë magi për t'i dhënë shije dhe aromë, për të theksuar pak më shumë gjithë erëzat dhe për t'a thelluar shijen e mishit të perimeve së bashku. Ja, kështu. Bukur, aroma është shumë e mirë. Vera e bardhë, hudhra, dafina, gjitha së bashku e bëjnë shumë të mirë aromën. Tani do të presim që tenxheria vetëm të filloj dhe të futet në val. Ja, fillon me njëherë edhe ka këto bulzat nga nxehtësia. Kapaku është me silikon nga të gjitha anët. Do të bëjmë një mbyllje të fortë të kapakut dhe... Si bëhet, më falë, që ta kuptoj pak? Asgjë, ja, kaq, vetëm vetëm shtyn atë dhe ajo futet vetë, po. Tani është gjysmë presion, nuk është si multikookeri. Pra, gjysmë presion që do të thotë do ta nxjerrë diku avullin, do ta nxjerrë pak avull tek valvula, kështu që mos u bëni merak, është gjithçka nën kontroll, ashtu duhet. Po, te pjesa e dorezës ka valvulën. Duhet ta nxjerrë sepse është një tenxherë gjysmë presioni, nuk mund ta mbajë 100% sikurse multikookeri brenda. E kemi mbyllur dhe në momentin që kjo arrin vetë atë pikën e vlimit, fillon dhe nxjerr avullin këtu. Unë e kam te treshi, shpejtësinë e mira është që nxehtësinë ta lini në mesatare, jo në maksimum për këtë lloj recete, dhe për recetat të tjera bëhet shumë shpejt, duke qenë se gjysmë presioni e ndihmon është sikur ta kishim një tenxherë të hapur, por do të bëhet më shpejt sepse është gjysmë presioni. Kështu që në çmimin e ofertës, tenxhera me gjysmë presioni vjen në 35.000 lekë të vjetra për Interesante Albania dhe multikookeri LD Ultra me enën e inoxit, i cili përsëri ka dhe zgarën për zjerën e avull, ka dhe librin e recetave, manualin në shqip dhe video të ndryshme dhe në Instagram
tek faqja e gjeni në çmimin 60.000 lekë të vjetra 5 litër. Atëherë po ju jap dhe një herë tjetër numrin e telefonit, përveç mënyrave për të porositur në rrjete sociale apo për të shkuar në dyqan në rrugën e Kavajës, thjesht fare ju keni numrin e telefonit të 069 944 24 25. LD Ultra vetëm 60.000 lekë të vjetra. Tenxherja me gjysëm presion është 3.535.000 lekë të vjetra. Porosisni atë që ju nevojitet. Atëherë, unë them tani të vazhdojmë me kuicin, si thoni ta shpallim kuicin Ovital, përfitojmë, shkojmë me njëherë. Luajmë me një recet të javës së kaluar. Siç bëjmë gjithmonë këtu në Shi e Shtëpie, një recet ku është përdorur produkti, në këtë rast vezët Ovital, është shumë e thjeshtë sepse pak receta kishin javën e kaluar në përdorim këtë produkt, mbi të gjitha është një recet që e ka përgatitur Megi. Gjeni. Ju bëj lëmsh ju të dy janë. S'ka gjë. Brenda familjes të ja. Gjithmonë do e bëj këtë. Atëherë, e kam telefonatën? Alo, përshëndetje? Përshëndetje. Mirë se erdhe, me kë flas? Diana nga Tirana. Diana, mirë se erdhe, dashur. Atëherë, receta me të cilën luajmë kishte nevojë për 2 vezë Ovital dhe ishte një recet ku përveç vezëve ne kemi hedhur sigurisht edhe produkte të tjera, mielin, kosin, sodën e bukës, krip sheqer e vaj ulliri dhe gjalp të shkrir. Po them pra që ky është një kulaç. Ndihma është maksimale në këtë rast. Me Kulaçi me djath. E shtoj, pikërisht, pra me djath. Cila ishte shija e kulaçit, ishte pyetja, me çfarë e shijuam, ishte djath dhe përgjigjja është e saktë. Pra kulaç me djath, Diana, të presim në studio tona gjatë ditëve në vazhdim të kësaj jave për të marrë dhuratën tënde, për të marrë vezet Ovital. E kam Dianën akoma në linjë? Po, faleminderit. Të përshëndes Diana, faleminderit shumë. Faleminderit që na ndiqni. E vendos këtu vezët. Këto ishin vezët Ovital, të cilat sigurisht gjithmonë e rikujtoj, janë të freskëta e të mira, të kuqe e të bardha, në paketime sipas sasisë që ju konsumoni, që të keni gjithmonë të freskëta her pas here. Paketimet e vogla me 8 kokra, me 10, me 15 janë të mëdha, kështu pra zgjidhni ato që ju dëshironi më shumë. Unë do ju jap edhe një herë recetën e dytë me shkrim, osobukon me patate dhe karrota. Kemi 2-3 feta osobuko viçi, kemi 4 patate mesatare, 3 karrota, 1 qep të madhe, 3 lugë vaj ulliri, 2 thelpinj hudhër, 2 lugë gjelle salcë domatesh, 1 gotë verë të bardhë, 500 deri në 600 ml ujë të nxehtë ose lëng mishi, ne morëm kubat magi për t'i dhënë shije, krip, piper, 2 gjethe dafin. Asgjë më shumë, vetëm këto përbërës dhe shijojmë pafund. E gatuajmë në këtë formë, nëse doni ta bëni dhe ju po njësoj, sigurisht jo vetëm për receta me mish, po edhe për çdo gjë. recetat e Edhe tjera. pastat mund t'i bëjmë këtu. Çdo recet, gjellërat e përditshme. Dhe gatimin me avull që është shumë e përgesat, rëndësishëm, po. se i duan edhe mamat për fëmijët edhe vetë ne Po. kur duam të gatuajmë mirë. Perimet për të kur jemi në dieta, mbas datës 5. Ai pas ke shty datë 5. Nuk qen ka ne ka data 1-2, Po 1-2 që tani Një është. dyshi është pjesë e 31. Është viti i ri akoma. Data 5, e hëna qen ka. Të falenderoj shumë. Faleminderit Katerina. Do të ritakohemi në Shi e Shtëpie, i bie të premten. Të premten, po, do t'jemi Të bashkë. premten jemi prapë këtu për të tjera oferta, për të tjera receta. Ju vazhdoni qëndroni me ne.